Pregvendim për shprehjen e dakordësisë për nisjen e procedurave për transferimin në pronësitë Bashkisë Vlorë të pasurisë me numër 14 fraksion 54, zona kadastrale 8605. Përshëndetje, administrata e Bashkisë Vlorë vjen përpara Këshillit Bashkiak me qëllim paraqitjen e projekt vendimit për shprehjen e dakordësisë për nisjen e procedurave për transferimin në pronësi të Bashkisë Vlorë të pasurisë me numër 1454 në zonën kadastrale 8605, e njohur ndryshe si ish Fusha e Aviacionit Vlorë. Administrata me qëllim nisjen e procedurave për transferimin në pronësi të Bashkisë Vlorë dhe me qëllim realizimin e projekte infrastrukturore të pasurisë Elloj Truall me sipërfaqe 210.812 m2, pronë shtetërore, e cila rezulton nga kartela e pasurisë në përgjegjësi administrimit të Ministrisë së Mbrojtjes, ka paraqitur këtë projekt vendim dhe ka mbajtur të gjithë korespondencën zyrtare bashkë me Ministrinë e Mbrojtjes me qëllim kalimin dhe dhënien e dakordësisë për kalimin në pronësi të kësaj sipërfaqe të Bashkisë Vlorë. Pasuria paraqet një interes publik dhe përfshirja e saj në fondin e pronave të Bashkisë do të mundsoj përdorimin e saj për investime publike, të cilat janë cituar edhe në shkresë të drejtuar Ministrisë së Mbrojtjes për dhënien e dakordësisë. Gjithashtu, Ministria e Mbrojtjes me shkresën me numër 3844 fraksion 1 protokoll datë 6/5/2026 ka shprehur dakordësinë për vijimin e procedurave për transferimin në pronësi të Bashkisë Vlorë të kësaj pasurie objekt këtij projekt vendimi. Duke vlerësuar rëndësinë strategjike të kësaj pasurie për zhvillimin e projekteve publike dhe përmbushjen e objektivave të zhvillimit vendor, si dhe duke konsideruar dakordësinë paraprake të Ministrisë së Mbrojtjes për vijimin e procedurave të transferimit, gjykojmë se plotësojnë të gjitha kushtet për nisjen e procedurës ligjore për kalimin e saj në pronësi të Bashkisë Vlorë. Miratimi i këtij projekt vendimi përbën një hap të rëndësishëm procedurial, i cili do të japi mundësinë Bashkisë Vlorë ta zhvillojë këtë zonë, duke qenë që është edhe një pjesë e një projekti Dua të luaj, të cilën po është duke e zhvilluar Fondi Shqiptar i Zhvillimit, dhe duke qenë se Bashkia Vlorë ka për synim që të japi kësaj pasurie dhe kësaj zone të qytetit të Vlorës një lloj zhvillimi dhe një lloj infrastrukture tjetër. Në këto kushte kërkojmë, duke pasur parasysh si shpreha edhe më sipër interesin publik që mbart kjo pasuri, kërkojmë krijimin e hapësirave të nevojshme për realizimin e projekteve të ndryshme të cilat do të realizohen nga ana e Bashkisë Vlorë, duke përdorur këtë sipërfaqe pasurinë numër 1454 me zonë kadastrale 8605. Faleminderit zonja kryetare. Unë faktikisht kam mbajtur qëndrim të njëjtë dhe do vazhdoj të mbaj qëndrim të njëjtë edhe për këtë rast. Ka qenë edhe një rast tjetër ku ka të bëjë me kalimin e godinës së ish zyrës vendore të regjistrimit pasurive të paluajtshme, në të cilën po prapë është proceduar me të njëjtën mendësi, dhe unë do ta konsideroja një shpronësim për herë të dytë mbas vitit 44 të pronarëve, pasi e kam bërë sqarimin edhe herën e shkuar kur diskutoj e lidhur me këtë godinë, që ka të bëjë me një godinë e cila ngrihet mbi një pasuri truall të njohur një pjesë dhe të kthyer një pjesë tjetër për ish pronarët, dhe që Bashkia Vlorë dhe administrata e bashkisë me arrogancë nuk e dëgjoi fjalën tonë si këshilltar, që duhet merrem përpara një dakordësi lidhur me edhe një korespondencë lidhur me këtë pasuri, që ka të bëjë me ish zyrën e regjistrimit pasurive të paluajtshme, e cila ngrihet mbi një truall i cili ju është njohur dhe është kthyer ish pronarëve. Një para. E dyta, në të njëjtën vazhdim dhe në të njëjtën val gjykimi, procedohet edhe sot me këtë projekt vendim. Unë këtë relacion e vrejta dhe lexova me kujdes, edhe Ministria e Mbrojtjes në të njëjtën kohë ka kërkuar që Bashkia Vlorë të ketë një plan të mirëfillt zhvillimi e më pas të vazhdoj procedura. Sot vjet për të dhënë dakordësim për fillimin e procedurës për kalimin e kësaj pasurie në pronësi të Bashkisë Vlorë. Në informacionin tim, në këtë territor janë të paktën 4 familje,
të cilat disponojnë njohje dhe kthim të pasurive për ish-pronarët, dhe konkretisht janë familja Shara, familja Papa, familja Kokoshi dhe familja Isaraj. Nuk e di saktësisht dhe nuk kemi asnjë dokumentacion këtu të depozituar nga administrata e bashkisë, a janë bërë korrespondencat lidhur me këto pasuri dhe me këto familje që unë përmenda, janë familje të njohura në gjithë qytetin që kanë pasur dhe kanë vendime qof njohje, qof kthimi në këtë sipërfaqe, dhe ne sot, thash dhe njerë për të rikthyer tek fillimi i fjalës time, po bëjmë një shpronësim ose tentativë për shpronësim për herë të dytë. Pra të cënojmë këta pronarë, të cilët thash dhe njerë kanë vendime njohje. Në momentin që këta kanë vendime njohje mbi këtë sipërfaqe, nuk u është kthyer kjo sipërfaqe sepse Ministria e Mbrojtjes pretendonte që ish aerodromi, ajo betoni, pra po themi, i shtruar atje, ishte në pronësi të saj dhe nuk u ka kthyer ish pronarëve pikërisht sepse konsideronte si një aset të ushtrisë. Nëse ne do të futemi sot në këtë marrëdhënie dhe do të kërkojmë Ministrisë së Mbrojtjes që ky aset të dali jashtë Ministrisë së Mbrojtjes, atëre këtu futen në lojë pronarët, nuk mund të futet në lojë bashkia, sepse do të ishte ajo që thash shpronësim për herë të dytë. Kanë vendime njohje, vendimet e njohjes nuk janë atakuar në gjykat, janë akoma në fuqi nga institucionet shtetërore të cilat i kanë lëshuar këto vendime, janë tituj pronësie, pavarësisht se të regjistrueshëm apo të paregjistrueshëm, të poseduar apo jo nga pronarët, por janë tituj pronësie të cilët kanë marrë formën e prerë. Dhe në këto vendime, në dijenin time, absolutisht kanë prioritet ish-pronarët në momentin që këto pasuri nuk do t'i duheshin më qoftë Ministrisë së Mbrojtjes apo qoftë institucionet të tjera që i disponojnë, siç ishte edhe rasti që thash i ish zyrës vendore të regjistrimit pasurive të paluajtshme, e cila ngrihej po dhe kjo në një ish-pronë të njohur dhe kthyer ish-pronarëve. Prandaj mendoj që ky projekt vendim minimalisht në informacionin tim administrata, ekzekutivi është njohur dhe me 2 kërkesa nga 2 familje, midis 4 që unë përmenda, kanë vënë në dispozicion dokumentacionin për 4 që unë përmenda. Administrata duhet të treqë këtë projekt vendim, të marri korrespondencën përkatëse, të njihet me problematikën dhe kërkesën që kanë parashtruar 2 nga 4 familjet që unë përmenda, pikërisht për këtë pretendim mbi këtë sipërfaqe, sepse është e pafalshme që ne sot të japim dakordsinë, pastaj më pas ekzekutivi të vazhdoj procedurën me Ministrinë e Mbrojtjes, Ministria e Mbrojtjes të japi dakordsinë dhe më pas të vinë këtu dhe të thonë që kjo pronë do t'i kalojë bashkisë. Do të ishte shpronësim për herë të dytë, është e pafalshme, thash edhe një herë duke tentuar gjithmonë të qëndrojmë strikt dhe të zbatojmë ligjin dhe aktet të cilat kanë dalë nga institucionet shtetërore. Faleminderit. Po, vetëm jo, 1 minutë, të lutem, po. Okej, tani po. Bashkëlidhur relacionit shpjegues që ka paraqitur administrata e bashkisë rezulton se nga kartela e pasurisë e cila është e marrë 3 muajve të fundit, rezulton se pasuria me numër 1454 ndodhur në ZK 8605 është në përgjegjësi administrimit të Ministrisë së Mbrojtjes dhe nuk ka asnjë shënim në kartelën e pasurisë. Nuk ka asnjë. Gjithashtu jemi njohur edhe me kërkesat që kanë paraqitur si familja Shara dhe familja Kokoshi dhe ka rezultuar se numrat e pasurive që janë kthyer për familjen Shara nuk përmendet në asnjë moment pasuria me numër 1454 Po, të kthimi, po a citoj edhe numrat e pasurisë që përmenden të kthimi, janë 13.8, 18.2. Ne kemi... Po prapse e kishte... Po pra ju e keni bashkëlidhur relacionit të gjithë edhe kartelën e pasurisë dhe dhënien e dakordësisë nga Ministria e Mbrojtjes. Po. Po, zoti Yseni, po, të lutem. Sa i takon, Mbarove. sa i takon familjes Kokoshi ka vetëm një vendim njohje dhe jo vendim kthimi. Në lidhje me pasurinë Shara, rezulton se numrat e pasurisë nuk përputhen me kartelën e pasurisë të cilët ka administruar Bashkia Vlorë. Atëherë, Po, zoti Yseni, po. atëherë referuar ti projekt vendimi i cili ka të bëjë me shprehjen e dakordësisë për nisjen e procedurave të kalimit në varësi të veçërisë vendore të Bashkisë Vlorë të kësaj pasurie, duhet të theksoj se te shkresa e Ministrisë së Mbrojtjes është paraqitur qartë, domethënë duke bërë me dije se kjo pronë nuk ishte në shtruar procesit për përditësimit sipas VKM-s 28,
për përcaktimin e procedurave të hollësishme të përditësimit të listave të pronave shtetërore dhe rregullat të bashkëpunimit nëpërmjet institucioneve. Në këto kushte nuk mund të konfigurohet konfirmohet sipërfaqja saktë dhe konfigurimi për të pa u kryer ky proces, që do të thotë, do të kryhet procesi i konfirmimit të pronësisë të vërtetë të reale sipas VKM-s 28 të vitit 2023. Pastaj do të verifikohen dhe gjitha pretendimet për sa i përket titullit të pronësie mbi këtë pasuri dhe atëherë do të vijohet me procedurën. Kështu që ne jemi në hapin fillestar, jemi për dhënien e dakordësisë, jemi në pritjen e përcaktimit të gjithë procedurave kalimtare të kësaj pronësie dhe të gjitha diskutimet që po bëhen për sa i përket pretendimeve të pronarëve, të cilat janë legjitime patjetër, për momentin nuk janë fare pjesë e këtij projekt vendimi. Faleminderit. Faleminderit. Atëherë fjala për zotin Elezi më pak. Tani unë nuk dua të bëhem si amazëdhën si familjes Shara, as si familjes Kokoshi, as si familjes Papa, as si familjes Isaraj. Megjithëse janë të gjitha të katër familje qytetare vlonjate të shpronësuara, nuk jam këtu për të bërë debat, meqense kolegu Yseni tha që ne jemi për dhënë dakordsi, tani unë po futem më në detaj për të sqaruar vendimin e Agjencisë së Trajtimit të Pronave, që është vendim definitiv, thashë njëri, pa ankimuar në gjykat për të kundërshtuar të vendim. Thotë, në lidhje me sipërfaqen që zë fusha e aviacionit Vlorë, kjo është për familjen Shara, që zë fusha e aviacionit Vlorë me sipërfaqe 34.597 metra katror, në çdo rast subjektit i linde drejta që në momentin e daljes së saj jashtë fondit shtetëror, të patjetërsueshëm t'i kthehet në natyrë. Pra, këtë që ne po tentojmë sot ta nxjerrim jashtë fondit, praktikisht i takon familjes Shara që t'i kthehet në natyrë, është gjë e vendosur në vendimin e Agjencisë së Kthimit dhe Kompensimit të Pronave. Nuk mundet të bëjmë sikurne. Juve i keni votat, jeni parti që vini nga jeni pasardhës Partisë Komuniste që i shpronësua ata, po në qoftë se keni vendosur t'i shpronësoni për herë të dytë dhe t'i merrni qaf, ju pas që vetëm qaf sepse në fund fare këta janë njerëz që na dëgjojnë dhe është e pafalshme që ne të bëjmë sikur dhe të themi po japim dakordsin këtu tani. Për çfarë po japim dakordsin? T'i shpronësojmë për herë të dytë. Minimalisht nuk kërkova të tërhiqet, të bëhet saksimi nëpërmjet administratës, Agjencisë së Trajtimit të Pronave, komunikimit me këto dy subjekte që kanë paraqitur ankesë lidhur me këtë projekt vendim, e më pas nëse konkludohet, le të vihet këtu të bëhet transparencë dhe të thuhet, kjo familje nuk ka lidhje, nuk preket me këtë pronë, kjo familja tjetër nuk preket, kjo e ka marrë, kjo është kompensuar o financiarisht o fizikisht. Po ne tani nuk më të bëjmë sikur. Dhe unë prandaj e ngrita me qetësi. Po këtu tani me sa duket është gjithmonë ajo dëshira për të bërë sikur.